Përkundërzi, politika amerikane u kujdes që në datën 25 mars ta përmendë zotërin, mos thotë që në janar më përmendën me materialet e Departamentit Shtetit të Administratës kaluar, Biden, por u theksuar që vënia e tij në akuzë është fitore e madhe e sistemit drejtësisë shqiptar. Dhe për më tepër e SPAK. Dhe tani jemi te SPAK, sa akoma nuk ka marrë dënimin që themi edhe gjë kohë. Dhe pralla me Civitan, këtu ka 340 milion amerikan, ka dhe tjerë, nuk ka njeri që ka marrë monopolin kollaj të Amerikës, votojnë 70-80 milion për një kandidat për president dhe japin atij drejtën të bëj politikë. Civitaja ka akoma problemet e veta të përmendura nga Deli Bis në tetor të vitit 2024, ku përmendën disa milion dollar të shkuar dëm, edhe një sherrje të vogël që është bërë në paradhomën e Trumpit, kur ato që kanë dëgjuar gazetarët e kanë përcjellë dhe kanë thënë po të mos ishim pak ditë përpara zgjedhjeve, edhe mund të ishte pushuar nga fushata. E dyta, nuk ishte strategjia e tij që fitoi Trumpi. Civitaja nuk është Trumpi, Berisha nuk është Trumpi. Njësoj me Trumpi në mënyrë të padenj, pacip. Ishin problematikat mëdha për cilat Trumpi diti t'i adresoj dhe t'i prek, po patën një besueshmëri për kohën e periudhës të parë si president. Pra, ndërhyri në reformën lidhur me sigurimet me tjerë, dërgoi disa para më tepër në xhepat e amerikanëve, ishte më i ulur çmimi i shumë produkteve, po sidomos i karburantit, kriza e emigrantëve palishëm, po edhe kriminalitetit ishte më në kontroll në atë kohë, ai erdhi me premtime të drejtë për drejta. Dhe nuk ka votuar qytetarë amerikanë për Berishën. Shumë nga amerikanët nuk e di ku është Shqipëria. Sa më ka thënë dikush tu, you are coming from nowhere, se nuk e di ku është Shqipëria. Po vjen nga një vend që s'është, nga skundi, nuk e di. Pra, të mendosh tani që ky popull ka votuar Trumpin për vëllain e tij binjak, si do ta nxjerrë veten Berisha, dhe në simbiozë për Berishën, për hallë të Berishës. Edhe Civitaja mendon që po vjen këtu në nowhere, Shqipëri, po bën një skenar atje, edhe po merr aq para sa shqiptarëve do t'u dhemi koka kur ta dëgjojnë, po që s'u bën dhe përshtypje në disa raste, aq sa nuk e deklarojnë. Pse nuk e deklarojnë? Po flasin për qindra apo për miliona? Unë besoj dhe milion. Duke ditur hallin e Berishës, sa para ka ai, po sa ka paguar vetëm në përgjigjet që kishte ku në Florida për djalin e tij, që ne nuk i kërkojmë sa. Sa pagoi që i doli në Britani, e sa do pagojmë edhe të tjera. Kjo është thjesht Berisha të mbaj gjallë, qoftë me atë dritën e kandilit vogël, të mbaj gjallë atë konspiracionin e tij kashi shqiptarëve, edhe të mos dëshkohet, të shtyjë dëshkimin. Berisha nuk mendon për pushtet. Mund të jetë të tjera probleme që do të votojnë kundër Ramës, po jo për hir Berishës. Rama po ja gërmon vetë këmbët, pushtetit vetë ka gërmuar gjatë, tani besoj është afër fundit i tij, po jo për hir Berishës. Nuk është